Të nderuar miq të Dribbling, mirëmbrëma. Do ta nisim emisionin në mbrëmjen e sotme me dy lëvizje pankinash, pikërisht ditën e sotme në Super League. Ilir Daja ka dhënë dorëheqjen nga skuadra e Besës, ndërsa Nevil Dede ka marrë zyrtarisht frenat e Bardhë Bluve të Tiranës. Për të folur për këto dy çështje, por edhe për javën e 15 të Superligës shqiptare të futbollit, për të folur për UEFA Europa League, por edhe për golat e legionarëve në fundjavë, kemi të ftuar sot Sulejman Starovën, specialist futbolli. Mirëmbrëma Starova. Lirim Zalla, gazetar. Mirëmbrëma Zalla. Alpin Gallo, trajner futbolli. Mirëmbrëma Alpin. Mirëmbrëma dhe. Gjergj Stefa, gazetar. Mirëmbrëma Stefa. Daniel Gjafaj, lojtari të Udës. Mirëmbrëma Gjafaj. Dhe Klodian Semina, lojtari i Vllaznisë. Mirëmbrëma Semina. Le të ndjekim tani kronikën që bën fjalë për dorëheqjen e Ilir Dajës nga Besa. Ilir Daja, që nga dita e sotme nuk është më trajneri i Besës, humbja në javën e 15 të Superligës për Balltomorit në Berat ka qenë fatale për teknikun, i cili ka dhënë dorëheqjen e parë evokueshme nga stoli i verdhezinjve. Për Besën kjo ishte humbja e dytë rresht pas asaj ndaj Laçit dhe e katërta duke futur edhe dy ndeshjet gjatë fazës së parë. Në 8 takimet e fundit numëronte 6 humbje dhe 2 barazime, fitoria e fundit në 20 tetor të vitit kaluar ndaj Flamurtarit. Ilir Daja mori drejtimin e skuadrës nga Kavaja në korrik të 2012-s, ndërsa pas një starti të mirë Besa filloi të dështonte në marrjen e rezultateve pozitive. Në 15 takime Kavajësit kanë arritur 4 fitore, 4 barazime dhe 7 humbje. Aktualisht verdhezinjtë rrezikojnë seriozisht të bien nga kategoria, pasi ndodhen në vend të 10 në kuotën e 16 pikëve, një më shumë se zona e ftohtë e rënies nga Superliga. Të vetmet pankina që nuk kanë ndryshuar janë ato të Skënderbeut me Mirel Josën dhe Kuksi me Armando Cungun, por sezoni ende nuk ka përfunduar. Atëherë Starova, një largim deri diku i pritshëm i Dajës nga pankina e Besës. Besa me rezultatet që kishte arritur kohët e fundit, nuk fitonte që nga tetori. Nuk jam dakord. Jam dakord për faktin që sipas meje Daja është një nga trajnerët më të mirë në Shqipëri që kemi. Sigurisht trajneri suksesin mos suksesin e kanë xhep. Arsyet janë të ndryshme që atë lojët mirë dhe atë përshtypjet parë bujshme të Besës fillim kampionatit u sfumu gjatë rrugës, por jam i mendimit që do ishte shumë herë më e mirë edhe për Besën si ekip, edhe për ne tjerë që gjykojmë nga jashtë që Daja meritat nuk ja heqim Dajës, por sigurisht dhe trajneri ka kosën e vet. Jam duke argumentu idenë time që Daja duhet ta çonte deri në fund fare dhe nuk besoj se ka në një më të mirë se Daja që në kushtet që është Besa bëjnë ndryshim të madh. Ndryshimi është koha super e bollshme për ta bërë ndryshimin dhe do ishte më mirë se që di problemet e Besës. Daja nuk besoj se i di njëri tjetër që vjen nga jashtë, por unë them që Daja është nxitu që ka thonë atë, sepse betejat për trajnerin, domethënë, është si puna ati të kapitenit anijen që të rigjet i funit ose mbytet me gjithë anijen. Pra unë besoja praktikisht që Daja kishe mundësit për të vazhdu deri në fund fare atë luft edhe për të realizuar objektiva që kishte Besa. Megjithatë ky është një fakt i kryer, nuk ka çfarë të them. Desha vetëm të konfirmoj një gjë që Daja nuk humbet asgjë, është një vazhdo ta konfirmoj atë që them që është një nga trajnerët më të mirë që kemi në Shqipëri, edhe po ja që ndodh dhe kështu. Përsëris, pra suksesi mos suksesi trajneri kanë xhep, por në kushtet kur skuadra nuk ka, jam detyruar ta them këtë gjë, po të vinte një kërkesë nga presidenca se du të themi këtë gjë që shumë ekipe, shumë drejtues ekipe që kanë fjalën për presidentët kur e kanë vështirë që të merren me skuadrën, e vetmja gjë që ngelet shumë herë është që largojnë trajnerin për marrë vetëm për ndryshuar atmosferën, sepse nuk kanë mundësi për ndryshuar lojtarët. Pra nuk besoj unë që kjo gjendje jo e mirë e Besës, kjo gjendje kritike është si pasojë në më shumë të rasteve të trajnerit. Zalla dha dorëheqjen, nuk mundej më, kështu përkthehet. Atëherë, problemet ke Besa nuk janë vetëm ke Iliri. Iliri ndoshta është maja e icebergut. Problemet ke Besa kanë qenë të mëdha në raport me Bashkinë
luan në stadium, s'luan në stadium, luan me tifoza, luan pa tifoza. Cilë smirë stu, cilë smirë atje. Nuk e di ku është qëllimi i kësaj bashkie për ta mbështetur futbollin. Kavajësit janë qytetarët e një qyteti që e do shumë futbollin, që e mbështet shumë atë, që shumë gjëra rrjedhin nga futbolli dhe bashkohen tek futbolli. Unë mendoj që Ilir Daja dorëheqjen e ka dhënë me bindje, ka parë se nuk ka çfarë bëj më në këtë skuadër. Gjërat nuk po funksionojnë. Shumë ndeshje luajtën jashtë fushës tyre. Në takimin me Laçin i mungoi fati. Luajtën 11 vjetar kundra 10-ve. Ti ke qef të ndërhyrjet. Po, patjetër. Tashi, ne që jemi specialista nuk du të bëhemi si të tjerët, për shembull le të themi për ato që janë poshtë nesh, në sensin e mirë, në thonjza, që bëjnë llogarit vetëm sa pikë në klasifikim. U bë kaq kohë që Besa luan shfushë dhe ky është një tregues apo jo. Në vërtetë është. Atashi nuk ka pse me kosët dhe Daja tashi që fillon skuadra këtu edhe brenda fushës, ta fillon nga fillimi, din ti bëjnë llogari që të gjithë. Për mendimin tim, unë po tisha nuk do të rriqesh deri në fund fare, edhe nëse do shpëtoja Besën, do i thosha që kam bërë maksimumin tim, apo jo. Nuk jam dakord që ka dhënë dorëheqjen dhe nuk shoh njëri tjetër sepse nuk duhet të pranohesh edhe kjo dorëheqje, nuk besoj se ne themi e parevokueshme. Nëse do kishte një tratativë më ashtu, varet edhe nga ana tjetër e medaljes, aty mund të jetë kërkuar largimi por në fond dorëheqje. Ne nuk e dim këtë. Ndërsa të mësojmë të vërtetën, ndoshta mund të jetë kërkuar nga presidenca. Të paktën siç kemi kontaktuar me presidencën zyrtare, ka dhënë dorëheqjen. Normal. Në përgjithësi është e përdorshme. E ka pasur që në janar idenë e dorëheqjes. Sepse që në janar ka pasur një takim me Lirin domthonë dhe ishte i lodhur jo nga mënyra e drejtimit të skuadrës, por nga mënyra e problematikave që ndodhe jo te skuadra. Pra unë i thashë më përpara që problemet bashki, president, pagesa, ka pasur gjëra të lidhen dhe bashkë një kampionat, një dënim Kluj gjithkohës fushës janë apo jo, ka kostën e vet edhe. Që mund të ishte evituar nëse klubi Besës do kishte paguar gjobën dhe do kishte filluar të luante pas 3 ndeshjeve në fushën e tij. Megjithatë kjo është një detaj shumë i vogël. A ka pasur probleme financiare te Besa? Ne e dim forcën e ndeshjes brenda dhe ndeshjes jashtë. Unë kam përshtypjen që ne kemi në thonjza kemi humbur dhe kemi zhgënjur edhe një tjetër trajner, më kujtua Afizi që prej vitesh nuk drejton më. Daja ishte duke shkuar drejt një tërheqje të parevokueshme nga futbolli dhe vetëm projekti Besa e bindi për të rikthyer. Kishte rreth 2 vite që nuk ishte kthyer më në futboll. Nuk është një trajner i cili çdo 4 muaj ndron skuadër, është pak selektiv në mënyrën e tij dhe kjo është zgjedhja e tij. Është një trajner që bën futboll sulmues dhe në thonjza kampionatin e tij e ka fituar, sepse Besa 6 javë para kur gjërat funksiononin ishin produkti i tij. Lojtarët ishin zgjedhur nga ai dhe dora e tij në skuadër në mënyrën e lojës ndiej qartësisht, madje kishte edhe një ëndër të vogël për të qenë ndoshta pretendente mes një grupi të madh skuadrës. Klubi Besës është një shoqëri aksionere e cila ka probleme të mëdha të brendshme, aksionerët nuk funksionojnë me njëri tjetrin, pra bashkia dhe Biçdilin shpesh nuk gjejnë gjuhën e përbashkët për të realizuar objektiva dhe për të kryer kushte sa më të mira produktit që është trajneri dhe skuadra. Trajneri nuk mund të ndikojë më shumë se 30%. Skuadra ka probleme në pagesa si shkak i problemeve të dëmtimet shumëta. Dëmtimet shumëta, okay, largime lojtarësh. Kryesor, domethënë duhet kuptojmë diçka. Unë jam shumë dakord me Starovën që në një botë ideale, kapiteni i Anijes apo i Titanikut famshëm që u mbyt bashkë me Anijen është gjithmonë një gjë që servir dhe duhet përgëzuar dhe duhet përkrahur. Por në kohët e sotme, në kohët sidomos kapitaliste, kur trajnerët janë më së shumti produkt i sistemeve, pra i një klubi që duhet apo jo të funksionojë, unë mendoj që Daja është vetëm një viktim dhe kam përshtypjen që këtë vendim e ka marrë në kokën e tij që në momentin që filluan vonesat e para në pagesa. Ai e bëri kapiten në Anijes, por sot nuk mbytet njeri. Sot njerëzit shkojnë deri para mbytjes dhe pastaj largohen apo jo. Nuk është për të bërë kaq e madhe sa e bën Gjergj. Tu ishte një trajner pra një skuadre që nuk funksionoi dhe dorëheqjen s'ka asgjë. Dakor, po dakor. Unë nuk e bëj madhe, realiteti ky është. S'ka asgjë gjë të keqe këtu. Shkoi në një ekip, lurzoi javë para me ekipin që seleksionoi. Nuk funksionoi dorëheqja. Ne flasim për një Maja Zbergu. Ai që është poshta e Zbergut është pse ky trajner kaq i suksesshëm jep dorëheqje. Se duhet flasim për ai Zberg, se duhet përdorim ai Zberg. Kampionati bjen që Fiorentina diskrediton Interi, kush është Interi. Le të bëjmë dhe krahasim me jashtë. Kemi një situatë tillë që i shohim çdo kampionat të botës. Unë do thoja që Daja nuk duhet të jepte dorëheqjen. Duhet pranonte ta hiqin, se sa ti do dorëheqjen, sepse Besa i ka të gjitha mundësitë për të qëndruar kategori. Unë them që duke respektuar vendimin e Dajës, sepse askush nuk e di më mirë se ai çfarë duhet bëj, shkoj pak më larg dhe them që ky klub ka prej 3-4 muajsh një situatë kaq problematike, sa Daja është ndjer i pafuqishëm që në këtë lloj situate të shjapi më të mirën e tij me skuadrën që ai ka në dispozicion dhe ka krijuar. Për këtë them e respektoj vendimin e tij. Gallo,
me gjitho probleme që ka Besa, ai që do të zvendësoj Dajën, a do t'ja arrit ta mbaj Besën në Superligë, është vetëm 1 pikë larg zonës ftohtë. Nuk është problemi i Superligë. Në qoftë se Besa do largohet, është një humbje për futbollin, për ata vlera që ka futbolli Kavajës. Po problemi qëndron këtu. Do vazhdojmë ne shumë gjatë me këto problemet, duke bërë kontrata shumë të fryra dhe mos përgjigjen e presidentave për këtë shumë që bëhet. Të klubeve. Për klubeve. Kjo është problematike, sepse ne mundohemi të bëjmë kontrata të mëdha dhe në moment pasaj lëm rrugës. Dhe pasaj nuk na përgjigjet ekipi. Siç ka i problemet e veta, edhe ekipi ka problemet. Lojtarët kanë familje, do të jetojnë, do të bëjnë. Në moment që ti ja vonon 3-4 muaj rrogën, ai nuk ka të ardhurat të tjera. Prandaj më mirë të qëndrojmë me këmbën në tokë dhe kontratat të bëhen cilësore dhe aq sa duhen, dhe jo të jash mundësive të mia që ka klubi. Alpin, nuk është e mirë që ne pa pas fakte, po tash. Që të flasim për anën financiare. Një nga problemet e Dajës është sepse nuk kam çaj kërkoj me lojtarëve, sepse në moment që unë i kërkoj thotë unë se kam vendin këtu dhe kam vendin tjetër. Kjo vlen për të diskutuar se kemi shembull pozitiv, ke Komshit në futbollit të avancuar se është Italia. Kemi rastin e Lazos me 6 muaj rrogat pa pagume, dhe rezultatet vazhdojnë pozitive. Jo, është në vitin më të mirë. Në sezonin më të mirë. Ja të dëgjojmë dhe Danielin. Kjo është e fundit që diskutohet dhe të jesh i sigurt se ne kemi shumë shembuj pozitiv, se po ta kthejnë shembull pozitiv tash. Kur edhe lojtari, edhe trajneri e pranon vështirësinë ekonomike që po kalon gjithë, s'po them bota në Europë, edhe Shqipëria. Atëherë duhet gjetur një ndërmjet me përbashkët, president, klub, lojtar, trajner. Dakor, ja të dëgjojmë dhe Danielin. Nuk është ana financiare, janë puq, po them. Ato të kryesorët, për mendimin tim, nuk e di, unë them timen, një është dëmtimet edhe ndeshjet në fushë asjanse. Dakor, dëmtimet dhe në fushë asjanse. Po, Daniel. Ja, me që marrë një shembull paralelizëm me futbollin e huaj, për shembull, më marr Lazio. Një rroga atyre mund të portoj dhe 6 muaj. Ne do të bërë llogaria që rrogat në përgjithësi janë për mbijetesë, nuk mund të zgjasë do të kushtet 3 muaj, 4 muaj. Sepse edhe në Shqipëri ka rroga që një rrogë mujore e disa skuadrave është rrogë vjeçare. Duhet ta marrësh rrogën me zuk. Themi ne popullorëshe. Po, Daniel. Do të kesh një mjet shumë të madh që ti marrësh lekët. Ja, thjesht për të Ka dhe 5.000 euro rrogën e, ka dhe 6.000 euro rrogën. Dakor, ta dëgjojmë dhe Danielin, ta mbylli. Në lidhje në ndryra vetëm për atë shembull që u marr. Kurse për sa i përket dorëheqjes Dajës, mendoj se është një humbje e madhe që ka bërë Besa në asnjë mënyrë. Ai është arkitekti dhe ai mendoj dhe besoj se ishte ai që ndërtoi Besën që luante futboll të bukur. Mire, mbyllëm çështjen Besa, do të flasim tani për Superligën, javën e 15 të saj, do na mundsoj regjia të ndjekim edhe rezultatet në këtë javë. Teuta e Durrësit luftëtari 2-0, Tomori Besa 1-0, Vllaznia Kuksi 1-0, Shkumbini Tirana 1-0, Laçi Flamurtari 1-2, Bylis Kastrioti 0-0 dhe Apolonia Skënderbeu 0-1. Në renditjen e përgjithshme, Skënderbeu kryeson me 36 pikë, ndjekur nga Teuta me 29 pikë, Flamurtari 25, po kaq ka dhe Tirana, Kuksi 24, Laçi 24, Vllaznia 23, Bylis 22, Kastrioti 19, Besa 16 pikë, Shkumbini 15, Luftëtari 11, Tomori në vendin e 13 me 9 pikë dhe në vend fundit e mbyll Apolonia me 8 pikë. Dhe ndjekim tani kronikën që bën fjalë për humbjen e Tiranës në Peqin. Tirana thyet në Peqin ndaj Shkumbinit dhe merr një goditje të fortë për shpresat e saj europiane. Bardheblut luajnë për herë të parë në historinë e tyre me fanella roz, duke imituar disi ato të Juventusit për transfertat, fanella që nuk i sjellin as pak fat bardhebluve. Shkumbini, i bindur tek mbijetesa, është treguar agresiv që në pjesën e parë, ku i shafruar disa herë portës së Ilion Likës. Bardheblutë kanë patur të pamundur për të dalë në lojën e tyre dhe ngacmimet e vetme në portën vendase kanë qenë disa goditje sporadike nga distanca. Ndëshkimi vjen në fillimin e pjesës së dytë. Mile pengohet në zonë dhe gjyqtari Sino akordon me njëherë penallti, që shndërrohet në gol nga Mustafaj. Tirana reagon me dushkun, me goditje me kokë, ndërsa rrezikon të goditet përsëri nga kundërsulmi.
As dalja me karton të kuq të gjyrës në të 70-ën nuk ndihmon dot formacionin e Tafajt, së paku për të barazuar ndeshjen. Atëherë sot kemi edhe një tjetër lajm, Tirana ka ofruar Neville Deden pas kësaj humbje në Peqin. Do ishte mirë që Javë 52. Javës 2. Ishte gjithë muaj janar ishte në dispozicion, kupton. Kjo lëvizje duhet ishte bërë më përpara, kupton. Se në fundit banda faj ishte detori teknik edhe sigurisht pozicionu në këtë post. Me gjithatë, ju urojm suksese dhe Unë mendoj që kjo lëvizje ishte në ajër që në momentin kur Neville Dede u largua nga luftëtari. Nuk u bë realitet, nuk e di pse, sepse ata Tirana besoj tek Alban Tafaj, ose bordi jashtu quajtur, ose i mbi quajtur, se se di. Sepse lëvizja ishte në ajër. U komentua edhe këtu në studion tonë, që largimi nga luftëtari në atë formë se si erdi i Neville Dedes, përgatiti terrenin që ai të vinte ke Tirana. Ajo nuk u bë dhe u bë gabim që s'u bë. Do ishte më mirë të ishte bërë. Drejtori teknik ka pozicionin e tij, trajneri ka pozicionin e vet. Ne thym rekorde për kështu gjëra. Po dhe rekorde para janë rekorde para. Këto lëvizje kaq të shpejta don. Atëherë Tirana nuk i ka pasur por në momentin këto ndodhin ka pak çfarë. Ishte në rezonancë me lëvizjet ke Tirana. Dhe largimi nga luftëtari ishte shumë i zgjuar nga ana e Nevillit. Edhe atje nuk e citot dhe këtu u hap terreni për tyr. Këta nuk e hapën rrugën, tani shkon në thrasin sot. Për çfarë thrasin sot? Që kanë luajtur me fanelat e kuqe dhe tani fanelat roz. Roz janë ato. Fanelat roz. Gjergje. Është lëvizja e 5 në stolin e Tiranës në 5 muaj, që edhe kjo është një rekord më vete, pavarësisht se në këto 5 lëvizje dyre ka qenë emri Tafaj, lëvizja janë, sepse ikën vjen. Është sezoni dështuar dhe duhet një mrekulli për ta ndryshuar sezonin. Madje pastaj humbi Tirana ka rrezikuar dhe Kupat e Europës, pasi në kupë nuk është më dhe nuk do të ketë mundësi të dalë në Europën kupë. Dhe ka shumë me 99% për të mos thënë 100% në sezoni 4 pa titull. Vazhdoj të insistoj që trajneri nuk ka më shumë se 30% vlerë në suksesin apo dështimin të një klubi apo të një skuadre. Neville është zgjedhja e dur, por ata që kanë zgjedhur Nevillin duhet të sillen si Neville në punët që bëjnë në mënyrë që gjërat të funksionojnë. Qëllimi i Dedes jam i bindur që nuk është ky sezon, por është paktën një kontratë edhe për sezonin e ardhshëm, në mënyrë që gjatë verës punoj për rindërtimin e Tiranës. Është një ëndër e bukur që e ka çdo trajner, sidomos i Tiranës, por që sepse aty ndodhin gjithmonë shumë gjëra pas javës 6-7 drejtimit dhe gjërat ndryshojnë edhe brenda minutit. Dede i është përgjigjur kësaj thirrje i bindur sepse Tirana është gjithmonë një shans që nuk mund të refuzohet, pasi është përvoja e tretë si trajner. E para ka zgjatur vetëm një ditë, e dyta ka zgjatur disa muaj dhe me një largim i cili nuk është përkrahur nga opinioni publik nga ana e drejtuesve të asaj kohe, që ishin Alili dhe Dimraj, dhe kjo është tani më e treta, ndërkohë që është diskutuar të paktën dhe 3 herë tjera. Kjo është Tirana, që Tirana të fitojë Nevillin dhe të ketë sukses me Nevillin, duhet fillojë të sillet si ai dhe mos ta shohë Nevillin vetëm si një zgjidhje permanente në momentin që ajo ka nevojë për Tiranën. Zgjedhjet janë afatgjata sepse koha ka treguar që një klub i cili e merr një trajner për zgjidhur një situatë specifike dhe nuk i jep besim atij për të ardhmen, ka shumë gjasa që dështoi vetë dhe në mos t'i uli vlera trajnerit, mos t'i japi atij vlera të mëdha. Starova e di shumë mirë këtë gjë apo jo, sepse pas herë është vënë në një pozicion tillë në klubet ku ka drejtuar. Që ka 4 vjet që Tirana s'merr titullin nuk është një çudi e madhe, sepse klubet e tjera kanë punuar më mirë se Tirana. Kanë investuar, po s'është një çudi, punë e madhe që s'ka marrë Tirana 4 vjet titull, s'ka ne gjë. Sepse tjerët kanë investuar më shumë, kanë punuar më mirë, kanë qenë më të organizuar, i kanë fituar këto titull dhe vazhdojnë të kryesojnë për të fituar këto titull. Kështu që nuk është një çudi e madhe që s'ka marrë Tirana titull 4 vjet. Çudi nuk është, por nuk e suporton dot. Pavarësisht idesë. Duhet të kjo është strategjia e keqe e klubit. Është strategjia e keqe e klubit. Zalla ato po thotë. Sepse fakti ndrimi i 5 trajnerëve. Po ne s'do marrim Shamin Çajtu se s'ka marrë Tirana 4 vjet. Ne po themi se s'ka ditë organizohet, s'ka ditë investohet. Ja vjen diskutohet. Domethënë përmendëm lëvizjen e trajnerëve. Lëvizja e trajnerëve tregon që Tirana pas ka lek me pagu. Është një kostë shumë e madhe. Tirana ka buxhetin e skuadra e vendit dytë. Që skuadra që ka Rozën thonë italian, 24 vetat. Po. Që Skënderbeu ka 8 lojtarë, ish lojtar Tiranës. Kështu që me plot gojën them që
gjejmë defekte edhe kur gjendja financiare është ndosh, se jemi marrë pse ka vonu lekë Tirana. Tirana nuk ka ngel njëri pa marrë i lekëshin e fundit ke Tirana. Pjesë organizimi. Në udhëheqjen e bashkisë, përpara bashkisë, jeni sigurt që kanë lek borx për të paguar. Kështu që ky është një aspekt negativ i një skuadre që nuk i mungon buxheti dhe nuk ka rezultat. Semina, sa ndikon një trajner në pankinë, lëvizjet e trajnerëve? Ju e keni provuar vetë këtë dhe me trajnerin e ri kanë arritur 2 fitore shumë të rëndësishme. Normalisht që çdo trajner ka strategjinë e vet dhe mundohet me ndërtu skuadrën sipas mendimeve dhe ideve të tija. Dhe në kampionatin shqiptar, ndrimi dhe largimi i trajnerëve është modë, si i thonë, dhe nuk kam as çe shtoj dhe as çe heq fjalëve që thanë profesorët. Por sigurisht që nuk është gjë e mirë, po në gjithë secili ecë sipas ideve të tija. Daniel, do të keni një Tiranë të ndryshuar tashmë me trajnerë të ri. Javën e ardhshme. Fatkeqësisht të Gjergji. Për Teutën. Për Teutën, sigurisht për Teutën. Krijohet një klimë më e mirë kur ndryshon trajneri, mendoj unë. Normalisht edhe në krahun tonë do ketë një mobilizim më të madh. Edhe ju tri keni trajner. Plus ne kemi trajner i ri, 2 ndeshje, 2 rezultate pozitive. Besoj se do jetë një motivim akoma më tepër nga ana jonë, duke ditur që me ndryshimin e trajnerit si frymë të re entuziazëm. Do vjen përballë trajnerë të cilët në kursin e para 2 viteve, kur morën licencën, janë shpallur 2 nga studentët më të mirë të atij kursi, që është Magani dhe Dede. Pavarësisht madje edhe mosh nuk kanë përshtypjen shumë diferencë me njëri tjetrin, por të dy në karrierë janë, le të themi, në vitet e para të karrierës tyre si trajner, dhe pa diskutim do të jetë një ndeshje shumë interesante. Teuta, nëse nuk do të kishte ardhur Dede, sepse ardhja e Dedes ka dhe nga komentet dhe nga postimet që kanë parë sidomos në rrjetet sociale ka rritur disi entuziazmin e tifozëve të Tiranës. Teuta kishte një avantazh më shumë në këtë ndeshje me Tiranën e kësaj të diele, sepse në stadiumin Qemal Stafa unë prisja një tifozëri shumë takull të bardhë blu, por ndoshta rikthimi i Dedes dhe simpatia që kanë tifozët për të mund të rikthejë dhe tifozët stadium dhe e bën pak më të vështirë për Teutën këtë ndeshje. Nuk besoj që një trajner në një krah dhe trajneri tjetër të jenë protagonistë kësaj ndeshje. Unë them që avantazhin e ka Teuta, sepse Teuta ka bërë detyrën, duke kriju një avantazh, duke u favorizuar nga kalendari, vjen me një moral, vjen një anë psikologjike që ka në avantazh ndaj një kundërshtari që është mundur në Peqin, vjen edhe me traditën që ka bërë rezultate në Tiranë. Dhe nuk kam dëshirë që 90 minutë i javës ardhshme të dedikohet 2 trajnerëve. Ato veprimi i trajnerit mund të gjikohet mbrapa. Ne kemi në start, në qoftë se flasim Teuta Tirana, kemi 2 skuadra të cilat vinë me rezultate të ndryshme. Një Teutë që po konsiderohet në vend dytë dhe me një pamje dhe ke vendi parë, dhe Tirana që e ka kontingjentin, por humbja në Peqin rrezikon edhe pjesëmarrjet e Kupës së Evropës. Unë do shkoj gjatë, në Peqin nuk është e vërtet është humbje, por fakti është se Tirana nuk prodhoi lojë. Dhe kjo të vet pak në dyshime, sepse çdo kush mund të humbet në Peqin. Nuk është problemi te humbja, është problemi se çfarë ti prodhon. Dhe këtu e kam si të vështirë, ardhin e Nevilit për ta ngritur këtë Tiranë nga ana psikologjike më shumë se sa nga mënyra e interpretimit të lojës. Dhe tek Tirana kjo mbizotron në këto momente, nuk prodhon lojë, ana psikologjike shumë e dobët, rezultatet jo bindse, njerë fitojnë me... Mungon njeriu gol? Sigurisht edhe kjo. Pavarësisht kësaj ndeshje në Peqinit, sepse po ta shohësh është edhe një gabim teknik, se mund të ishte edhe i penallti, që në momentin e goditjes me bryl nga Xhafa, në pjesën e parë më duket. Dhe ajo ishte penallti stade, që çdo gol. Pjesën e dytë. Më era në zonë topi ishte në krah tjetër, rast pa precedent në futboll ndërkombëtar. Ti ndërshkon atë dhe nuk e jep. Gjyqtari arrin të konstatoj faullin, e penalizon faullin me karton kuq dhe nuk i jep prapa veprim me. Unë desha të thoja një gjë që me sa shoh nga kronika dhe se sa jam i informuar, domethënë ka një fitore të pastër në sensin që nuk ka dhurim nga ana e Tiranës. Apo jo, kjo është shumë e rëndësishme. Atë nuk mund ta themi, unë personalisht kam dyshimet e mia. Pse ke dyshime, Gjergj? Unë në minutën e 80 tash po shoh, domethënë që Tirana ka qenë një rast super i pastër për të shnu. Edhe kjo më heq çdo lloj dyshimi që mund të ketë pas një tolerim
Jo, Mirë, të gjëmë gjithë. Nuk janë dyshimet në tuaj. Nuk e ka panuta Jo, dyshime në lojë. Jo, dyshimet Do në... një moment i arbitrit, do një Shiko, gabim... këto janë, duhet i soportosh gjitha, duhet i pranojmë gjitha. Loja përmban edhe gabimin e arbitrit, edhe gjitha dhe në fund Jo, fare. s'është gabim sepse ai jep të kuqen atij. Po? Dhe moment duhet jetë penalti sepse ai loja u lundë me krah tjetër dhe ai bie brenda zonës. Është një gjë trashënike. Domethënë ai jep të kuqen, Është pa atij precedent, dhe Nuk nuk e që jep. kanë ndikuar rezultatin. Të siguroj Është penalti sa? Kanë ndikuar rezultat pra, gjykimi. Të siguroj Kush ishte që gjyqtar? ishte gjyqtari Sino, i cili përgjithsisht ka gjykuar mirë deri në këtë javë para. Të siguroj që ai është një gabim gjykimi të cilin nuk e ke parë asnjëherë në jetën tënde. Është i qëllimshëm pra, po kemi arrit për Nuk e vetëm ata do në qëllim. Që është i me qëllimshëm, së është i qëllimshëm. Kartoni kuq dhe nuk e penalti. Është një rast shumë interesant. Ose nuk e di rregulloren. Se mund jetë edhe kjo. Ti nuk e di, domethënë se jep kuqen dhe thoshte e çotomi prapa ne. Ja të gjëmë gjëmë. Nuk e di. Jemi superior lig. Nuk e di domethënë se po ishte ashtu nuk e jepte fare dhe nuk e dëshmiste lojë. Nuk është fjala dyshime, kam qendruar shumë pranë kësaj ndeshje si para. Rastisht e kam parë gjithë ndeshjen me mendje dhe mbrapa deklaratat e trajnerit atë që ndodhi. Po. E para për mendimin tim dhe dua të jem shumë i sinqert, Tirana ishte përgatitur psikologjikisht të suportonte humbjen në fushën e Peqinit. Të suportonte humbjen. Ta suportonte humbjen. Tre nga lojtarët kryesorë të Tiranës nuk janë aktivizuar në këtë ndeshje. Kartona, grip dhe dëmtim. I kanë pas gjithë skuadrat ato. Jo, dakord. A mund të mbaroj unë? Mbaroj gjithë. Të lutem Starova. Bjen mbi argumentin. Të lutem Starova. Mbaron dhe gjykën time. Disa nga lojtarët kryesor të Tiranës nuk kanë dhënë më të mirën e tyre. Qofsha i gabuar, po sidomos dalja e deputetit Sula përpara ndeshjes në konferencë për shtyp, duke deklaruar që skuadra sot do të fitojë dhe me qetësi. Ndeshja nuk dhurohet dhe ndeshja nuk lihet kështu. Tirana nuk arritur dot të përballojë presionin e ndeshjes. Kjo ishte një finale për shkumbinin në Peqin dhe një finale për Tiranën në thonjza për zonën UEFA. Dhe midis tyre dy finaleve, gjërat mua më çojnë mendimin që fiton Shkumbini. Shkumbini fiton në fushën e tij, sa herë intereson fitojë. Dhe këtu kemi dëshmitar të kësaj historie. Jo vetëm me Tiranë. Fitoria, jo vetëm me Tiranë. Jo vetëm me Tiranë. Fitoria nuk ishte e dhunshme, fitoria në aspektin sportiv ishte e merituar. Po të pishtosh gjithë kësaj historie dhe një gabim trashanik gjyqtarit, i cili unë nuk e paragjykoj, ai mund ta ketë bërë dhe ai mund ta bëjë dhe në dëm Shkumbinit, që ndodh minutën e 80 dhe kondicionon rezultatin e ndeshjes. Pse thamun që Tirana ishte përgatitur psikologjikisht të humbiste? Shikoni çfarë ndodh pasi. Nuk ka lidhje kjo. Një sekond fare. Ja ta mbaroj. Po nuk ta mbaroj vetëm para njëjës. Atëherë dëgjoj. Ti thua që Tirana ishte përgatitur psikologjikisht të humbte ndeshjen. E kupton çfarë thua? Po, e kuptoj çfarë. Psikologjike. Trajneri i Tiranës deri para ndeshjes. Ku ka ekip që përgatitet psikologjikisht? Tash flisni shumë me teorira. Asnjë nga lojtarët e Tiranës, asnjë nga lojtarët. E di më thon kjo, që skuadra e Tiranës ishte përgatitur. Unë ja fus kot, kemi njerëz që na gjykojnë, apo jo? Po nuk është pjesë e debatit ja fut kot. Po s'u lejon ti të thuash tani që Tirana ishte. Po nuk e përfaqësues Tiranës më zotri. Unë jam mendimin tim. Lojtarët e Tiranës, Jo të gjithë bashkë. Argument mediatik. Lojtarët e Tiranës nuk e kanë psikologjikisht me përballje. Po prit më një sekond. Asnjë nga lojtarët e Tiranës, po mblet, mbaroj fjalisë shumë rastësisht. Le ta mbaroj fjalisë. Asnjë nga lojtarët e Tiranës nuk ka kontestuar gjyqtarin për veprimin e tij absurd për mos dhënë e penaltisë. Ata ishin duke shkruar det një humbje dhe dinin këtë gjë. Nuk ka lojtar. Lojtar nuk kanë se përgatitur psikologjikisht. Çfarë do të ashtu? Ku ka ekip që përgatitet psikologjikisht për ai nuk ka penalti dhe nuk shkon fare te arbitri. Dakor. Një emancipimi, po do të thosh është një emancipim. Një pyetje te Danieli. Daniel, të lutem, bëj pyetjen. Jo sa vite ke për shembull që e ke ndjek Peqinin brenda. Ka bërë ndonjëherë rast për shembull që arbitri t'i jap karton të kuq pa ndërhyrje? Ai ishte ndërhyrje dhe ka dhënë karton të kuq dhe nuk ka dhënë penalltin. Për aq vite sa ndek kampionatin shqiptar dhe Shkumbinin, pjesë e kampionatit shqiptar, më shkruar një ide e përgjithshme që një skuadër. Po mirë, tash ti në kategori 3. Gjykojnë kategori 3. Atëherë çai duhet dënuar, sepse ka bërë një gabim flagrant. Shkumbini dhe këtu nuk ka gjë negative apo pozitive. Një skuadër si Shkumbini, kur ka një finale në fushën e tij e fiton. Dhe një skuadër si Tirana, duke ditur këtë gjë, me përbërjen që kanë organik, me mungesat që ka dhe me lojën në nivelin mesatar të lojtarëve kryesor, është shumë e rëndësishme kjo, e përgatitur mirë. Trajneri i Tiranës përpara ndeshjes ka thënë që dyshoi, edhe para ndeshjes ka shfaqur dyshimet e tij për impenjimin e lojtarëve gjatë javës dhe pas ndeshjes ka thënë që lojtarët e mi nuk kanë treguar karakterin e dur, ai e diti që do largohesh pas ndeshjes. Para ndeshjes ka thënë që nëse u mbasim këtë ndeshje ne do shkojmë vend 6. Si ka mundësi që trajneri i Tiranës me ato organizëm dhe Shkumbini me 3 mungesa kryesore pas sulm, trajneri i Tiranës është kaq i friksuar nga kjo ndeshje në një fushë me terren kaq shkëlqyer. Ti ke anash unë kam përballë. Po shoh një rast. Unë kam parë ndeshjen, Sarova nuk e ke parë. Jo, ka
Nuk e ke parë. Ndeshje. Nuk po them që Tirana ka toleruar ndeshjen. Për Tiranën, për kalu, për ta barazuar. Starova, unë nuk them që Tirana ka toleruar ndeshjen. Klima e krijuar gjatë javës në skuadrën e Tiranës përpara një ndeshje në Peqin, që shkumbin e konsideron jemi afër skuadrave apo jo? Sa afër je? Shumë afër. Jo, më kjo që thua ti është akuzë. Dhe ti duhet ta mbrosh. Është akuzë. Argumentet të thua që gjithë javës Tirana është përgatitur për ta humbur ndeshjen. Për ta humbur nga kush? Lutem një sekond. Kjo është akuzë shumë e rëndë. Ndeshja se si e erdhi si çfarë përgatitet për to. Atëherë, si u përgatis ka gjithë javën Tirana ashtu me ndeshjen. Kjo që them unë ose apo ndeshjen dota, po jo që doli deputeti decisive kur shkruan Peqinin që patjetër që është question. Nuk ka lidhje kjo doli deputeti dha. Ajo që them unë është kjo që Tirana ka argumentet e ti. Ka argumentet e ti. Jo, ka ndonjë argument. Dakor, kur ka ikur Tirana i ka rënë nga 21 dhjetori. Do ta humbi ndeshjen. Dakor, Tirana humbi ndeshjen. Ajo që unë do të them, ne bëjmë këtu bëjmë patjetër që ne këtu bëjmë, sepse nuk kemi as prokurorin, ne bëjmë deduksione logjike. Dhe unë po ju them që mënyra se si Tirana e përgatiti këtë ndeshje, duke e ditur që do shkojë në një fushë e cila fitoren e kishte jetë vdekje, sidomos pas humbjes së Besës në Berat, shkumbiri të shtohet Areksi. Dëgjoni më. Tre lojtarë Po nuk ka Tirana nuk mësuar dorëzohet për jetë vdekje. Ky term duhet shtuk nga Tiranë. Kjo është e ky term jetë vdekje duhet shtuket mund të shënojë nga media elektronike dhe nga shkruar. Se ka shumë neshje super të rëndësishme ku lyp miliarda, e s'përmend njeri jetë vdekje. Është termi më i poshtë që përdoret. Është futboll. Shkoi Kuksi Gjirokastër, neshjen e parë fitoi Meran ku. Jeta vdekje kishte edhe Gjirokastër. Jeta vdekje që ta përmendin këtë jeta vdekje. Pastaj nuk kemi të drejtë. Përdor dhuma deri të shkosh. Si i zotit drejta është koncept shumë relativ më lirë. Nuk kemi të drejtë në mënyrë absolute të dhunojmë futbollin në këtë formë. Ky është dhunimi i futbollit. Kjo që themi ne këtu në studio, të lutem 1 minutë. Starova le rastin se kjo është rëndësishme. E pam Starova, kjo është rëndësishme edhe 5 herë Starova le. E tham atë. Ti nuk ke të drejtë në një studio televizive, 1 sekond lutem. Ti ta ludosh që Tirana ka përgatitur gjithë javën ndeshjen për ta humbur, po pritet ta mbaroj. Sepse ti me këtë i thua publikut të Tiranës, që është nga tifozërit më të nderuar të Shqipërisë, i thu mos ecë në stadium. Siguroj që ata janë më të ndjeshme dhe dinë shumë gjëra se unë dhe ju. Po pritet për ta them, 1 minutë. Ti s'ke drejt bësh thirrje në një studio publike. Po s'ke drejt. Si nuk ndodhi që një skuadër përgatit humbin gjithë javën. Jo, ne mund të themi që ke futbollistat që interpretimi i Tiranës dhe zgjedhja e informacionit jetë gabuar. Tirana gjithë javën përgatit humbin me Peqinë, e kupton? E kupton ku jemi? Nuk thash këtë. Tirana gjatë gjithë javës e ka përgatitur ndeshjen se si të krijoj justifikime për një humbje të mundshme që mund të ndodhi në Peqin. Kjo zbukurim do të vi pak. Nuk e zbukuroj për ty Elirim, unë harroja, por unë atë që e mendoj e them dhe jam i bindur që unë e mendoj, unë kam parë ndeshjen. Kam parë ndeshjen. Nuk e kam për ndeshjen, unë kam për parë ndeshjen. Ai thotë ka gjithë javë. Po dëgjoj, kam diskutuar me trajnerin përpara ndeshjes, me lojtarët përpara ndeshjes. Po ti tani se trajneri e kish përgatitur ikën pikërisht pas asaj ndeshje. Po ja po ti thot 1 nga 1 Zalla, po ti thot 1 nga 1 gjitha. Le ta përfundoj. A do të them si ky dhon? Jo, nuk e thash, nuk e thash. Jo, e shoh edhe nuk e thash. Tendencën tonë prandaj. Mirë, po them si ky. Tirana gjithë javën përgatitur të humbën Peqin kaq. Zalla, lutem ta përfundoj fjalën. Jo, më se tani puna është që unë nuk besoj që unë dhe Zalla duhet bëjmë debat për mendimin tim. Unë dhe Zalla mund bëjmë debat me një fakt caktuar, nëse prekim interesat e njëri tjetrit. Ky është mendimi im dhe sigurisht që një mendim i pabazuar në fakte konkrete. Në vendin e parë njerëz. Ne do të bëjmë debat, po të bëjmë debat. Flit ti flas unë dhe ikim fase. Okej, rregull. Gjysmë orë ti, gjysmë orë unë, gjysmë orë Sula, jo gjysmë orë emisioni dhe ikim. S'ka problem. Mirë, le të ndjekim një spot shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio.